Ai mund të dërgojë edhe Vulinin. Mund të them që është publikisht edhe nga ndërkombëtarët edhe nga evropianët dhe perëndimorët një që është një njeri rusofil, meqense mund të them edhe parti rusofile në Serbi, por edhe kisha ortodokse serbe janë bukur, kanë simpati ndaj Moskës, por Dodiku po ashtu nga entiteti serb në Bosnjë dhe e ardhmja e Vučićit besoj që për shkak të bunteve të brendshme në Serbi varet shumë nga sjellja e tij në raport. Mirë po, edhe ai përcjell situatën ndërkombëtare, sidomos ndryshim të një gjeopolitike komplete në arenën ndërkombëtare dhe krijimin e një rendi të ri botëror, që tashmë vetëm kemi hyrë në fazë edhe në aspektin e gjeoekonomisë, por sidomos asoj aspektit gjeopolitik dhe militarist. Dhe në këtë drejtim Serbia bën këtë matje dhe Vučići bën këtë matje, dhe në këtë drejtim mendoj që shifri, Serbia a duhet në Evropë të shon ta ketë Francën. Dhe përtej Atlantikut të shëbat. Pos aty në 5 agjencioneve lëbuse që ka në shëban që financohen nga shteti, që fatkeqësisht ne nuk kem dhe që është çuditshme nuk po përsërit ajo fryma e lobit ton gjatë viteve 90, fund viteve 90. Dhe kjo tregon që ne duhet në aspektin institucional shtetëror të kemi agjencione të cilat lobojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës me gjithë lobin tonë shqiptar dhe me bashkëdhëtarët që dorën në zemër ka qenë, mund të them, hisja më e madhe që kemi ardhur deri këtu. Dhe kjo është merit edhe mërgatës unë. Dhe mendoj që në këtë drejtim në aspektin diplomatik ne kemi shumë, mund të them, detyra para. Mirë po, ajo që kërkoni ju, a do të zbathet, të them, të tërhiqet Vučić nga vizita me 9 maj në Moskë, unë nuk e besoj. Është kalkulimi i tij dhe ai ka pohur publikisht që do të shkojë në paradën e 9 majit. Ngase rrethonat më duket që pak a shumë e favorizojnë shkullin e tij. Mirë, zoti Blali, për ta mbyllur sepse jemi në fund, ndërkaq mbas kësaj thjerrjeje që ka ardhur nga Bashkimi Evropian pra nga vetë Kaja Kallas, a pritet Serbia të thyejë vijën e kuqe të Europës, edhe ndërkaq sa afër është Bashkimi Evropian për ta nxjerrë Serbin nga rruga europiane? Pashe të them drejtën, Kaja Kallas vjen prej Estonisë. Aja është non grata dhe është ndjeket edhe nga organet ruse. Është, që më thonë, në atë vjen e kuqe të rusëve. Them drejtën familjarisht është shumë antiruse. Dhe kjo është një përparësi e jonë që është edhe komisionere për politinë e sigurisë dhe e bartat procesin e dialogut. Mund të jetë një element shumë pozitiv. Mirë po, në Unionin Evropian vendosin 2 shtete të fuqishme, Franca dhe Gjermania. Mund të them kërkesat e Kallasit jo që nuk janë serioze, sepse ajo heq një institucion mjaft të rëndësishëm të Unionit Evropian. Unioni Evropian nuk është shtet, është organizate e vendeve të shteteve, grupim i tillë, i cili ka institucione, por ende si ka konturat të shtetit ose një federate apo konfederate. Mund të supozojmë për të ardhmen. Mirë po, Gjermania dhe Franca luajnë rolin kyç. Dhe mendoj që presioni më i madh do të vijë po qëse që unë dëshoj të francezë të drejtën. Macroni është jashtëzakonisht i ngrohtë me Vučićin. Dhe aspektet të marrëdhënieve multilaterale, multidimensionale, me Serbinë i ka shprehur haptas, dhe për shitjes rafalve Serbia. Franca historikisht, mund të them, bazat e para të pilotëve zyrtarisht serb në vitin 2012 e ka bërë Franca, 1912 e ka bërë Franca me përgatitjen e kuadrës serb të aviacionit. Do thotë është histori jashtëzakonisht interesante dhe ka një lidhje gati, mund të them, 150 vjeçare në aspektin diplomatik me Francën. Dhe tash Gjermania mund të jetë ajo që do të bëjë një presion, anglez po ashtu, mendoj. Dhe kjo varet jo nga zëri i Kaja Kallasit, por besoj nga to që përmana 2 shtete të fuqishme plus Anglisë. Dhe sot do të jenë këto serioze që ta ndërprejnë ose të bëjnë presion Vučićit për të anuluar vizitën e tij në paradën e